Punësimi i të rinjve dhe trajnimi i tyre me qëllim qasjen më të shpejt në tregun e punës. Janë këto dy shtyllat kryesore që synon marrëveshja e prezantuar në Parlament dhe që bashkëfinancohet nga Qeveria Shqiptare dhe Bashkimi Evropian. Programi fokusohet në grup moshat 15 deri 29 vjeç. Një pjesë e këtij buxheti do të shpenzohet pikërisht për financimin e programeve të drejtë për drejta për mbështetjen e të rinjve në tregun e punës nëpërmjet programeve të nxitjes punësimit. Dhe pjesa tjetër do të jetë sigurisht për ngritjen e kapaciteteve të nevojshme, për shtimin e stafeve dhe kapaciteteve në zyrat e punës, të cilët do ta zbatojnë këtë projekt në teren. Ky është programi më i madh ndonjëherë i qeverisë shqiptare me fokus punësimin e të rinjve. Fondi total do të jetë 63.5 milion euro, nga të cilat 50 milion euro do të financohen nga Bashkimi Evropian dhe pjesa tjetër mbi 21% do të financohet nga buxheti i shtetit. Programi vjen në një kohë sfidash për tregun vendas siç janë Inteligjenca artificiale, format e reja të punës, ndryshimet demografike, të gjitha sfidat të cilat duhet të adresohen dhe do të adresohen nëpërmjet këtij programi. Programi gjithashtu synon një afrim më të shpejt me tregun e punës për shtresat e marginalizuara. Të rinjt veçanërisht në zonat rurale, të rinjt të cilët vinë nga grupe të ndryshme si grupe rome, egjiptiane, të rinjt të cilët mund të kenë një periudhë të gjatë të regjistruar si punëkërkues pa punë. Sipas Instat, të dhënat e vitit 2014 sa i përket papunësisë së kësaj grupmoshe ishin në 33%, ndërkohë ky tregues aktualisht ka zbritur në nivelin e 19%, duke ju afruar mesatares së BE-s, e cila është rreth 15%. Qeveria shqiptare synon që nëpërmjet këtij programi të afrojë më shumë treguesit e tregut shqiptar të punës me atë të BE-s.